Po, patjetër, do me thënë unë jam nga Beogradi, edhe u diplomova në fakultetin e filologjisë në katedrën e gjuhës shqipe, do me thënë albanologji në vitin 2023. Dhe tani jam në 2 mastere në Beograd dhe në Tetov. Por se di si që shpjegoj, unë nuk e di nga vjen dëshira ime ta mësoj shqipën, thjesht dëgjoja muzikën dhe ndihesha brenda vetes një dëshirë, një tërheqje ta mësoj këtë gjuhë edhe ta mësoj sa më shumë për shqiptarët, për Shqipërinë, edhe të përballoj me këto paragjykime që i pata në fakt. Dhe mund të them që në fillim nuk është kaq e thjeshtë të jesh një studente që po ndjek studime për albanologjin. Gjyshërit e mi, me të cilën unë jetoj patën frikë në fakt, sepse unë jam një vajzë dhe është një detyrë, një zgjidhje shumë e vështirë, sepse jetojmë në këto konflikte politike.